Këshilli Rinor, QKSH, struga dhe kontributi në folen e Shqiponjës. Këshilli Rinor, QKSH, struga është iniciativa më e re në organizatën që ka bërë bashkë një darkë pune dje me vajzat cilët diskutuan për idenë e angazhimit të tyre direkt në folen e Shqiponjës, aty ku ka nevoja për kontributin e tyre, edhe mëse e nevojshme kryetari Sinan Alimin foli para të rinjve duke inkurajuar ata, madje duke ju premtuar se në të ardhmen një përfaqësues i Këshillit Rinor do të jetë edhe pjesë e bordit drejtues të organizatës, ku do të përfaqësojë ide të kërkesat e rinisë. Ai apeloi edhe të rinjtë të tjerë të vinë të angazhohen në organizatë. Në kujdesin e imamit Gazi Aga, mbrëmje u zhvillua me disa aktivitete të tjera edukative, analiza, propozime dhe në fund argëtim në lojën. Kohët interesit të rinjve duket në nivel tashmë kanë hapësirat e tyre në QKSH struga dhe së shpejti do të jetë edhe pjesë e vendimarrjes.